ngjarje e rëndë, çfarë ndodhi konkretisht? Unë jam Joela Meta, jam nëna 7 fëmijëve, 50 djemve dhe 2 vajza. Mrem ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë. Mua në orën 4 më njoftoi vajza e dytë që këm ka iku vajza e madhe nga shtëpia. Unë nuk rjem, kërkoj se gjej vajzën dhe njoftoj policinë. Policia e gjeti vajzën, edhe vajza kishte treguar që papa e kishte përdhunuar. Unë shkoj në polici, atje i marrë vesh. Të gjitha, vajza i thot të gjitha, që e kishte periati. Sa vjeç është vajza? Vajza është 12 vjeçë. Ju keni kuptuar diçka? Liste goca me ju që diçka nuk shkonte me marrëdhënien me baban? Goca nuk më thoshte mua, në fare. Goca vetëm ishte acaruar. Si është me vlezën me motrën, kur i ndaja me thosha të keqe mami, zemra mami, mos u zi me motrën me vllajën, më thoshte mua i ka ndeu, thoshte edhe fëmijëve nuk të tregon. Vajza kaloi në depresion, sa u detyrua, u lërgua në Panesa, edhe kishte vetëm të një komshie këtu. Kjo komshia e kishte marrë, i kishte dhënë bukë, e kishte çu brenda, edhe këta kishin lajmëruar policinë, se ka ardhur një vajzë këtu. Edhe vjen policia më lajmëroi që e gjeti vajzën dhe na tharret polici. Shkojmë ne, mua më rasti bombë kjo. Të gjitha i mora vesh atje që jati më hirtë që përdhunu vajzën. Tash një pyetje që të sofat dhe firë kujtesës. Juve thatë që bashkët ju e kishte përdhunuar. E kishte përdhunuar dje apo disa ditë më parë? Vajza kishte deklaruar që i kishte përdhunuar edhe më para dhe që 5 vjeçë në Gjermani, unë nuk dija më gjë. Kur i mora vesh atje, më rast një bombë, tani vajzën ma kanë shteti, ma ka quar në Tiranë për rehabilitim, se vajza kaloi në depresion, sa u detyroi bëri atë gjë, u largua në shtëpi. Pra që në moshën 5 vjeçare vajza është dënuar, është abuzuar seksualisht nga babai. Po kështu i dëgjova të gjitha dje se unë nuk dija në qas për se kishte ikur vajza në shtëpi për një njeri që mua më përdhunoi vlladin, me beri kthej vlladin, të kalbet në burg të marrë dënimin e merituar se unë nuk e dua më. Të bëjmë një nenë fort për fëmijët e mi. Po marrëdhënia me fëmijët e tjerë si ishte? Po sy tim ishte nuk tregonte gjë, nuk bënte gjë. Tani brapa krave të mi se ç'a bënte, edhe kur isha unë në gjumë, unë nuk dija gjë, unë edhe kur isha në gjumë më vriste. Ku e dija unë se ç'a mund bënte. Është i dhunshëm, është agresiv, si e keni marrëdhënien të bashkëtorë? Alkohol përdor? Jo, alkohol nuk përdorte. Sy tim nuk bënte gjë, se ç'a bënte brapa krave të mi, unë nuk dija gjë. Ti mora vesh të gjitha në polici. Edhe vajza më ka kaluar në depresion, ma ka strehu shteti vajzën, me atë po merret shteti, ai të marrë dënimin e merituar. Tashmë je me 7 fëmijë dhe pa bashkëshortin. Çfarë kërkon ta? Bashkëshortin e ka marrë shteti, po merret shteti me atë, vajzën ma ka çuar në Tiranë. Dua një komunikim me vajzën. Nuk keni folur me vajzën pas kësaj? Ma kanë çuar në Tiranë vajzën dhe më thanë për një muaj. Dua që ta shikoj vajzën, më japin mundësi dhe ta takoj. Sa vajza të marri veten, unë tani më ka rënë halli madh se burri mbante familjen, tashi unë jam shtëpit këto si janë shtëpitë e mia, më ka rënë një halli madh tashi me 7 fëmijë unë. Ku do vetëm do mbytem, pa punë, s'punoj dot. Çfarë kërkoni? Unë kërkoj nga shteti, kërkoj një strehim, se unë nuk punoj dot. Kam fëmijët. Burri që mante shtëpinë, me atë po merret shteti. Cilat janë të ardhurat tuaja? S'kam të ardhur afare tani. Ku punon të bashkëtorë? Unë jam të bytem në lumë tash. Ai punon te Sova, ai mante shtëpinë, me atë po merret shteti tash. Unë jam tash me skatë rrugëve, të bytem në lumë. Unë do bëjmë një nenë fort tash për fëmijët e mi. Unë kërkoj nga shteti dhe kushdo që ka dëshirë të më ndihmoj me një strehim, të më ndihmoj në instrehim që ta kem shkollën, spitalin afër, se kam shumë fëmijë, me pension më jo, që të kenë ushqime fëmijët hanë. Se unë tash jam vetëm pa bukë fëmijë, më ka radhë ky halli shumë i madh me vajzën, se kam vajzën, dua që ta takoj vajzën. Rezi kam pritur fëmijët, më rast si bombë kjo, kur e mora vesh dje në polici, se dija dhe arsye pse më kishte ikur vajza. Di mora vesh të gjitha. Tani lutem shumë të më ndihmoni.